drejtësinë institucionale, për më tepër kur kemi të bëjmë me një ministër drejtësie, funksionit i cili në fakt është mbrojtja e themeleve të sistemit të drejtësisë dhe sigurisht dhënia e garancisë që këto themele nuk mund të tronditen pavarësisht se kush është në pushtet apo se kush e drejton qeverinë. Megjithatë, përgjigjet e tij ishin ato që priteshin nga një ministër drejtësie i cili qartësisht përfaqëson një qeveri të kalbur dhe një regjim i cili po instalohet edhe me një sër ligje që kaluan sot, thjesht një regjim i cili nuk ka të bëjë fare as me liritë, as me të drejtat themelore të njeriut, e jo më pastaj të flitet për çështje të cilat lidhen me mënyrën e funksionimit të institucioneve. Por ajo çfarë ka ndodhur me zotin Meta dhe referuar edhe temës të emisionit tuaj, tani më besoj është e qartë në dritë të diellit se gjithçka ka ndodhur, pra duke nisur nga rrëmbimi mafioz dhe kriminal i zotit Meta, një rrëmbim i cili tani më është konfirmuar dhe certifikuar edhe nga vetë SPAK dhe nga vetë gjykata, të cilat konfirmuan edhe në vendimet e tyre se zoti Meta është njohur me akuzën nga policia gjyqësore 2 orë pasi ishte rrëmbyer, duke konfirmuar kësaj faktin që për 2 orë ai ka qenë peng i banditëve, të cilët edhe sot nuk janë identifikuar zyrtarisht nga ana e shtetit shqiptar, dhe të njëjtat standarde rrëmbimi janë të njëjtat me standardet e hetimit dhe sigurisht me standardet e parabugimit, ku zoti Meta në mënyrë kriminale në